Dhe ditë që i parë rahmet, i dyti falje magfiret, dhe ditë që i fundit el itku minen nar, Allahu dhul gjelalin të dhe ditë liron njerëz prej xhenemit. Edhe nëse s'ke qenë prej banorëve të xhenemit, Allahu dhul gjelal ty ta garanton xhenetin. Dhe jemi në të ditë të pakta të cilët na kanë mbetë, sepse çdo sen që ka fillu edhe mbaron. Edhe ky muaj Ramazanit ka fillu dhe ka mbarimin e tij. Dikush fiton, e dikush shumë përfiton, e dikush përmirësohet, e dikush ndryshon, e dikush në bajram delikzushëm, e i kënaqur, e rahatu. Dhe dikush si ka hin Ramazan, ka duru eti edhe urije, del edhe ai në bajram, po nuk del sikur ta tjetë njëjtë. Ka një dallim. Dhe Allahu dhul gjelal këtë 10 net e funit, neve në ka marrë mysh dhe Resulullahi që kemi një natë madhe, që quhet nata e Kadrit. Dhe emri saj, nata e Kadrit, ka 2 kuptime. Kadr, madhështia e saj. Kjo natë është shumë madhështore. Sepse Allahu dhul gjelal thot, inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne kemi zbrit Kur'anin natën e Kadrit. I gjithë Kur'anit, e cilin nesër dhe lexojmë Kur'anin në xhami, e falëm me te, e adhurojmë Zotin dhul gjelal duke kënu, këtë Kur'an Allahu dhul gjelal e ka zbrit komplet në Bejtul Izze, në qiellin e parë të dunjas. Dhe prej aty Kur'anin Allahu dhul gjelal e ka zbrit e me Xhibrilit, si pas nevojës dhe si pas kushtëve të cilët ju ka nevojit njerëzve. Dhe Ramazanin e ka bën madhështor krejt Kur'ani që ka zbrit plus natën e Kadrit. Nata e Kadrit është prap madhështore dhe i rritet madhështia e saj kur mushet toka plot në melaqe. Thot Allah dhul gjelal të tenezzelul melaike wa ruh, ka me zbrit melaqet edhe Xhibrili a.s. Xhibrili a.s. ka zbrit në tokë sa herë që ka zbru ajetet Kur'anit, ose librat shejta ma heret, dhe momenti që ka vdek Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem, një herë në vit e shkel këtë vend, një herë në vit e shkel këtë tokë. Melaqja ma e madhe Allahu dhul gjelal, 600 palë krah i kanë vetën e saj. Në natën e Kadrit, zbret edhe melaqja Xhibrili a.s. Dhe zbresin melaqet e shumëta. Dhe aq shumë, quhet Kadr madhështore, dhe aq shumë që është e ngarkune këtë tokë, edhe njerëz, edhe melaqet që vrin prej Allahit dhul gjelal, të cilët nuk e di numrin e melaqev askush. 70.000 melaqe për çdo ditë. Hinë dhe bajnë tavafën në Bejtul Izze, në qabër e qiellit. 70.000 melaqe hinë dhe bajnë tavaf, nuk kthehen kurrë. Aq shumë që Allahu dhul gjelal ka kriju melaqe, të cilat la ya'sun Allah ma amarahum, asnjë gjëna nuk e bajnë çka Zoti i urdhënon ato veprojnë. Për dallim prej ne, bëjmë gjënahe, na ka urdhëruar Zoti, nuk e veprojmë, nuk e praktikojmë, bëjmë gjënahe ka cilëm, melaqet e Allahit kur gjënahe s'bojnë. E ato natën e Kadrit zbresin tu. Edhe i shohin njerëzit, dikush namaz, dikush në ibadet, dikush në Kur'an, dikush lexim libra ndryshme, dikush të këshunan e bat, dikush të dhanë sadaka, dikush të bani punë të mirë, dikush të bëjë gjëna, dikush në alkohol, dikush në drogë, dikush të përgoju, dikush të shpiv, dikush të ma përguje dikon. Krej që ta njerëz jemi nanë tu, ne i veprojmë të punë. E melaqet Allah i dhul gjelal të i shkruin, e ngritin emrat e tu në lartë, nëse të qojnë ty të falë natën, e të bëtë dua, e të lexu Kur'an, vinë të shtëpia jote, i thojnë Allah i dhul gjelal, filani ishte tu falu Allah, ty të adhuroj ke Kur'anin të në lexoj ke dua vetëm prej teje, kërkoj ke ndihmë. Këtë emrat e tu në lartë kanë më ngrit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam duke dalë prej shtëpisë së tij në xhami, ka dalë me një kënaqësi, me një shpejtësi të mirë, po ishe dy vetë u grind, vetëm me fjalë, tu fjalos, jo tu shoh. E kanë rritë zanin njani tjetër në xhamit pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nuk kanë pajtu për një çështje të thjeshtë. Edhe pejgamberi ka thënë, pse po e rrit në zanin në xhami? Thot pasha Zoti, kom dalë prej shtëpisë tam ju kallëzu, në cilën ditë është nata e Kadrit, po kur je pash juve duke u rru, me fjalë duke u fjalos, e ku më harroj Allahu dhul gjelal, nuk e din cilën ditë është. Po i të shumë kanë kohën tona, as folu me babë, e as me nanë, rrokun për pasuni, e trashigimi, e motrat si vizitojmë, e atje në shkojmë, e dikuj si ndihmojmë, e në xhami kur vim përgojojmë, po kur nata e Kadrit për neve si shkon as Ramazan pra. Qash njerë që jemi na në këtë kohë, kur dy vetë bashkë si shet, i treti ku me përgoju, kur punë mira nuk jem të bo, ku me taku natën e Kadrit? Pejgamberi në ka thonë, alayhi salatu vesselam,
nata e kadrit edhe ditën e fundit, edhe në ato tek. Cila tek nuk pe dim, her po lind, po del hana ma heret, dikush një dit ma nej, dikush dikur ma vonë, atëherë dhe ditën e fundit ta kërkujmë. Qysh me nxan këtë natë kadrit? Kemi agjeru, 5 kohë namazi kemi fal, taraviti kemi fal, e kemi fal salati vitrin, bire flej se pasha Allahin e këta ku natën e kadrit. Nëse donë ma shumë, po vallahi ma shumë ki sevap. Nëse donë hala natën me bëtë dhikër e ibadet e sadaka e pur të mira, po, edhe ato bëni, vallahi kime qenë para ne. Po natën e kadrit kemi me taku. Natën e kadrit na me emën të Allahit, nëse se kemi taku që jemi gjallë. 5 kohë namaz po, taravit po, dua po, namaz po, që të kemi taku? Që të nuk ka ku shkëm për të këti mujit? Sa ka vlerë kjo natë? Sa ma shumë se 1.000 mujë, ma shumë se 84 vjetë. Krejt i badetet tua jetës Allahit dhulgjera me t'i dhanë 84 vjetë, probleme arrit dikush. Njerëz po vdesin, ka thonë për nëson për i gjallat e 30-65 vjetë. Ymet janë ymri mesatar ymetit të. Krejt që të se vape namazi ki. 84 vjetë me këtë natë Allah i për ta kompenzën. E po së problem, e po t'jep të mira, qa nuk i ka dhanë asë një popujt ma herë. Kërkuj si ka dhanë ma shumë. Neve Allah i dhulgjera këtë ne ka dhanë. Thot pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri 100 vjet ka luftu, e 100 vjet ka dhënë sadaka, e 100 ka bëksu, për i thojnë sahabët ja Rasulullah, qysh me mrina këtë? Thot e ki natën e kadrit. Nata e kadrit është ajo që ti kompenzon gjitha këto gjana. Jemi edhe këto pak ditë, këto ditë mëdhaja. Allahu xhaleshanuhu për çdo ditë të Ramazanit i thot xheneti zbukurohu. Zbukurohu se agjerus të mi, robët e mi që mu po madhurojnë, e nësesh dhe përshkojnë, për ata ki mu pregadit. Quhet drejtori kryesor i xhenetit e ka emrin Ridvan. O vllazën o xhamat, as Ridvani, as drejtori i xhenetit nuk e din që Allah i ka pregadit mrena për ne. E përsëritje edhe një herë. As drejtori i xhenetit nuk ka mundësi me hi me pa në xhenet ata që Allah i ka pregadit për Ramazanlit. Kanë thënë pse, për arsye se nuk ka mundësi me ditë kërkush dhe e sa t'hin vetë Ramazanlia a gjëroslia. Se një prej emrav xhenetit, dyrve xhenetit rëjan, dera e agjeruzve. Ke majt Ramazan, o vlla, o xhamat, që sa vite je me Ramazan, që sa vite je të agjeru, që sa vite sabër je të ba, prej se fyrt niftar, as ke hangër, as ke pi, Allah në ka adhuru, e qysh mos më hinë xhenet, e qysh Zoti mos me ta zbukuru atë vend të mirë, qysh Allah mos me na prit njëve musafir, ma dashit musafir, na ka ne, që e adhurim Allahun xhele xhelalu dhe xhele shanu. Nuk ka fuqi, nuk ka forcë, s'ka pushtet, nuk ka pare që mund me shti me agjeru një muj komplet. Nuk ka fuqi në botë, mund me shti me duru, po me zemër nuk e agjeru. E pejgamberi sa të samë pëllët, men sa me Ramadanën iman u ihtisabe, gufira lehu me të kademi min dhëmbi. Kush e ka agjeru këtë Ramazan me zemër, me iman, me besim, me knashi, të llogarin ta, krej gjunahet Allahin e ka falë. O vallahin e ka falë Zoti gjunahet. Se cili me ndoni prej juve, edhe unë edhe ju, sa kemi ba gjunahet, sa jemi të ba gjunahet. Krejt gjunahet natën e kadrit ka me na falë, ke gjunahet Ramazan ka me na falë. Ke ngu harame, ke folë harame, ke ba gjunahet, ke ba të në të gjana. Allah e përna pastron. Në Ramazan, në Bajram kur dalëm, Allahu dhul gjelal, që atëherë shejtanin e shem, matë në nëshmunin, i thot atyre dresh njës dvogël, gutu tash me shti njerëz e me bo gjunahe, me bo gabime se Allah i dhul i ka folë ta njerëz. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam duke kalu rrugës me disa shokët e tij, një 2 shokë po folin për dikon. Po thot pejgamberi, ildirni, pastroni, jo pastroni dhëm, po hekni mes dhëmve që ju ka met mishi. Mi thojnë ja Rasulullah, po nuk hangërëm kur gjë. Po thot, apo doni me folë për vllahën e ju keq, sikur se me hangër mishin që ju e urreni mishin e të vdekurit. Po thot ja Rasulullah, thot deri tash të murt për goje, deri tash fol për to. Atë pastroni dhëm pak. Nxirrni mishin për gojës ju. Mos na ikin edhe këto ditë të fol për dikon keq. Mos na ikin këto ditë të përgoju. Mos na ikin këto ditë me guën tonë duke shkatërru. Yahya alayhis salam, pejgamberi i Zotit xhele xhelalu dhe xhele shanuhu, e takon iblisin. Po i thot o iblis, o shejtan, apo më këshillon diçka? Çka ki mas qefti? Thot pasha Allahin, o Yahya alayhis salam, shumë kom qef njerëzit me hangër ushqim shumë. E muronu, e namazet në kohë mos mi fal, e Zotin mos me adhuru që shduhet.
Thot Jahjaja, thot pasha Allahin që më ka fol, kur ma barkë jam nuk u mungu, kur ma njetë nuk u mungu, sepse ti po mashtrejshë me hangër ushim shumë, e mos me mujë Zotin me adhuru. Po thot shejtani, pasha fuqin e Zotit, wa izzetullah, pasha fuqin e Allahit dhul gjelal, kur ma njeri s'ko me këshilu, qa me punu? Kur ma asë njeri ty fundit dje që të këshiluva, kur ma s'ko me të mësu? Atër mos të rëndohemi këtë ditë, të jemi sa ma aktiv, të jemi sa ma të levis shumë një badetet Zotit dhul gjelal, sa ma shumë një stikfar, mos të bëni kopraca, merit e spit në dorë, thuj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, thuj astaghfirullah, thuj la ilaha illallah, sa të bëj stikfar, tu shkun pune, tu dalë për pune, tu shkun shpet, tu dalë për shpise, duke nejt, mos e që kohen këtë, mos mashtra shejtani, sepse kemi edhe disa ditë që ne do të me dhanë maksimumin, që Allahin dhul gjelal me knaq e Zotin e venxhelmin aqu. Edhe mas Ramazanit, edhe mas Bajramit, prap Zotin kemi adhuru. Sepse Allah i ka thënë në Kur'an, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Zotin derisa të vjen shpirtin me dik. Na Allahun kemi adhuru. Këtë Allah e kemi besu, rrugët pejgamberit jem të shku. Inshallah Zoti ma dhul gjelal gjitha këto ibadete dhe këto vepra ne pranën. Zoti ma ne pranën veprat tona. O Allah që po të lut na ja Rabbi na i pastra zemrat tona. Na hek xhelozinë dhe hasetin për shpirtit ton. I madhi Zot na ty të adhurojmë. Ja Rabbi, o Allah, fut në rahmetin ton, e në mëshirën tonë, gjitha këto të mira, o Zot na i pranon, e në xhenet na çon. E kulu qawli hadha